Ndodhemi në lagjen 15 tetori, ku ndodhet dhe kanali ujrave të larta në qytetin e Vlorës, pikërisht kanali që shkaktoi përmbytje në 4 tetorin e vitit të kaluar. E ndërkohë që është paralajmëruar për rreshje me intensitet të lartë dhe rrezik për përmbytje, nuk është marrë asnjë mas nga bashkia për pastrimin e këtij kanali. Vlora po përballet me përkeqësim të ndjeshëm të motit, nga e hëna deri te njëjta në mëngjes pritjen rreshje intensive. Në këtë situatë, një nga problemeve më të mprehta të qytetit mbetet ende i pazgjedhur kanali kryesor i ujrave të larta, i cili vijon të jetë i papastruar. Ky kanal, i cili më 4 tetor të vitit të kaluar u bë shkak për përmbytje në disa zona të Vlorës, sot paraqitet i mbushur me mbetje, barra të dendura dhe materiale inerte, duke rritur ndjeshëm rrezikun e përsëritjes së të njëjtit skenar. Banorët që jetojnë pranë kanalit thonë se mjafton një stuhi shiu që rruga dhe oborret të përmbyten, problemin që e përjetojnë çdo vit. Pavarësisht kërkesave të tyre të përsëritura për pastrim, deri më tani nuk është ndërhyrë nga institucionet përgjegjëse. Ka ngelu që ka shumë me papastësira. Këtu, kjo zona këtu për shembull nuk ka asnjë. Jesa poshtë se gjithmonë ajo problem ka qenë atje te batuar. Ajo ka qenë gjithmonë problematik. Edhe pallati atje. Problemi gjithmonë atje, se atje domosdoshmë janë hezande. Juve si banor keni kërkuar që pastrohet kanali? Neve si banor kemi kërkuar të pastrohet kanali, po problemi që nuk kemi pasur ndonjë problem. Kjo zona këtu për shembull gjithmonë mbrojtur, sepse kemi masa vet. Kjo gjithmonë problematika qenë. Kanali këtë me fjalë problematika qenë. Të pastrohet, se kalojmë, mbujtemi, bëjmë. Përmbytje? Po, Është përmbytemi. paralajmëruar dhe përmbytje këto ditë. Ja, do mbushet tani, ja. Do mbushet edhe do vej ujë andej. Pse të hedhin aty mbeturina dhe të pastrohet gjithmonë kanali. Të pastrohet, asgjë s'po bën, çfarë po bën bashkia? Sa është pastruar këtë vit kanali? S'është pastruar asnjëherë. Ku është pastruar? Jo, asnjëherë nuk është Edhe pse jeni pastruar. përmbytur? Po nuk pastrohet asnjëherë. Mirë që na vurën dhe këto. Këto hekurat që mbajemi, që nuk di se ç'të bëj. E që duhet të ashtu ato buftënin a jote, u kam halë të pastroni. Ju jeni ankuar disa herë në U bashki? jam ankuar disa herë, kam vatur Zora Edi Ramën në mes të Vlorës aty. Kalon Edi Ramën para bashkisë. Asnjë gjë s'më bën. Asnjë gjë zëmre nënës. Asnjë gjë. Po për ti të thonë kurve të atje. Su vërtet po kam zënë kështu. Tash heq të keq këtu, prandaj po një shtoj. Ju po bëhet të derman, Zoti shikoftë për ju. Kanali është i papastruar. I papastruar, shikoj e ti vetë që çdo thuaç ti. Në prag të rreshjeve intensive në ditën e vijim, Bashkia e Vlorës dhe institucionet përkatëse kërkohet të ndërhyjnë menjëherë për të shmangur rrezikun e përmbytjeve dhe përsëritjen e situatës së 4 tetorit të kaluar. Institucionet paralajmërojnë të veprojnë pa vonesa për të garantuar sigurinë e qytetarëve.